bukuria më e madhe e Islamit është se feja Allahu Azza wa Jall ne ka pru fe që përshtatet me natyrshmërinë. Dhe fe e drejtësisë, fe e balancës mes dunjos dhe ahiretit. S'ka ardhë feja Allahut veç për ahiret dhe mos meno për dunjo, po s'ka ardhë veç meno për dunjo dhe mos meno për ahiret. Ka bo balancë mes kësaj. Allahu Azza wa Jall e ka balancu. E adhuron Allahu Azza wa Jall, ama jep hakin dhe trupit tënë. E adhuron Allahu Azza wa Jall dhe jep hakin punës tonë. Për këtë arsye, zhvillohet një bisedë me Selman el Farisi dhe Abu Dardas. Abu Darda namaz natën, agjerim ditën. Kur shkon Selman el Farisiu që i kishte vëllau kështu në Islam, e shef gruaja vet se është e mërzitur. Me pyet çka ka, thot, ki do thonë që tan natën namaz natën, tan ditën agjerim, do thonë që faktikisht punë t'i kalon apo. E Selman el Farisiu i thot diçka që pejgamberi Allahut e miraton dhe pëlqen dhe preferon. Ka thonë ja Abu Darda, ulu. Bujrën ha. Ka thonë ja ma gjerushum, ha. E qërë. Pasaj në fund i thot, ja Abu Darda, dije se nefsi jote ka hak, jepja hak. Gruaja jote ka hak, jepja hak. Fëmijët e tu kanë hak, jepja hak. Fëmijët e tu kanë hak, jepja hak. Puna jote ka hak, jepja hak. Për kerejt duesh me pas orar. Erdhën 3 njerëz te Aisha radiallahu anha dhe pe i thoj, ja Aisha, çfarë ibadeti pejgamberi Allahut bën? Ta pejgamberi Allahut, ta u fal ke notën dhe pushon. Pejgamberi Allahut dhe njëra gjuron, dhe njëra qelt. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam bante kët edhe pushon. Njëri pe atin e tha, pejgamberi Allahut ke gjunojt, Allah i ka falë dhe po fal ka bëjgjin namaz not. Ta unë e tha unë më kur, tha më shtratin, miru pashmi, s'flen hiq. Qetri për atin tha unë e ka me gjru të njëtë. I treti për atin tha unë s'ka më martu, ka me met beqarë të njëtën të adhuroj Allah. Pejgamberi Allahut, kur në dëgjoj u idhnu fort. Dhe kjo që të dishme më idhnu, po njoni, a banë ndë një gjunat për më idhnu? Ato gjunat, më tonë, cilin gjunat, cilin gabim e banë në to? Se ato e të pru. A ti kus duhet me të pru? Pejgamberi Allahut tha ndëgjoni, tha vallahi, tha unë jam që i tut në Allahut ma shumë se krejt. Nëse doni me dit, kush i tutet Allahut ma shumë? Pejgamberi Allahut. Nëse doni me dit, kush e ka njohë Zotin e vetë ma mirë, tha unë. Mi gjitha ta, tha unë, tha baj namaz natë dhe flej. Jep hakin edhe po edhe trup. Unë jam që agjeroj dhe e qel. Dhe njerë agjeroj, dhe njerë, ha, forconë. Dhe unë jam që i martonë. Kush e len sunnetin tim nuk është prej me. E këtohë se që banë balans islami mes dunjos, hakit të dunjos dhe hakit të fes. Pra të thënë të pejgamberi Allahut, nëse ndëgjoni se bëbon të kiameti dhe ndorën e ju njoni ndorë ka një pëjmë duke mjellë dhe ta mjellë. A që po bënd kiameti, në bënd kiameti, ti mjellë. Thotë për çka këse nuk hajnë për asaj pëjmë dhe një zog, apo dhe një insekt, apo dhe një kafsh, vetëm ti e qkruat sadaka. Imson të musliman se si me gjallëru këtë tokë. Imson të musliman se si me punu, se më punën tonë, puna jote shëndrojt i badet, amo puna jote, bëhet i badet, i shejtonit, kur ti hisht në hak Rahmanit, Allahut azza. Ve namazit dhe puna farz. Në farz, e di kur e kena punën? Veç kur da puna namazit, po dhe puna farz. Po mirë tash, që tash i kena lën me ara, me fusha, me kejt. Tash a farz, a na file, a me këru u bon. Shka u bon kjo bu? Tash të s'pu bononi, po dhe s'pu ka e sa. Do me thonë që s'ka na farz gjithë një. Për pensionerin, a farz më na punë. Për atë që i ka, a farz. Për t'i kanë farz, për t'i kanë na file, për t'i kanë më orë gjenjën që i ka.
Po pse ne veç kur na çështja e ibadetit dojmë ja vjedh kohën Allahut me shtin hambarin ton, pastaj u berexhel, po u berexhel. Po si të qoftë vëllezër të ndershëm, Islami ban balancë